Personat që hanë speca djegës urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Disa i mbajnë larg, disa nuk bëjnë dot pas specat e kuqe djegës në regjimin e tyre ushqimor. Por çfarë e bën specin e kuq djegës kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale për vetitë e tij pastruese është pikërisht ky përbërës me efekte të mira ushqyese. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I quajtur kapsaicin. Kapsaicin është përbërësi aktiv në shumë lloje të piperit, përfshirë këtu edhe specin e kuq djegës. Pikërisht ky përbërës u jep shije djegësve, shpjegon Jamie Allan, profesori i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuq djegës sipas dietologes Alisa Ramsey. Por cilat janë tashmë përfitimet që mund të merrni nga përdorimi i specave të kuq djegës në dietën tuaj ditore? Për shkak se kapsaicin arrit lehtë temperaturën e trupit, që do të thotë se mund të ndihmojë në djegjen e më shumë kalorive, speci i kuq djegës mund të nxjisë edhe metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë treguar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve, kjo për shkak se redukton substancën P, një kimikal i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjes. Nëse përdoret një krem kapsaicine, në fillim do të keni më pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë. Specat e kuq djegës përmbajnë gjithashtu nivele të larta të antioksidantëve. Antioksidantët, ato substanca që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira, gjenden me shumicë te specat e kuq djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Specat e kuq djegës do të ndihmojnë organizmin tuaj edhe kundër kongestionit. Specat e kuq djegës ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicin mund të ndihmojë në zhbllokimin e venave në hund, duke çliruar kështu kongestionin. Specat e kuq djegës mund të ndihmojnë në përmirësimin më të mirë të qarkullimit të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë mpikësje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. A kanë specat e kuq djegës efekte anësore negative? Produktet pikante, duke përfshirë këtu edhe specat e kuq djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegjen e stomakut dhe urthin pasi hani specat e kuq djegës, duhet të bëni më shumë kujdes me sasinë. Ushqimet pikante si specat e kuq djegës gjithashtu e irritojnë zorët tuaja, duke shkaktuar edhe diarre. Por specat e kuq djegës mund të kombinohen fare lehtë në dietën tuaj ditore dhe të sjellin gjithashtu edhe shumë përfitime të tjera. Për sa kohë përdoren me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura ditore, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse për organizmin. Ekspertët besojnë se këmbët janë shumë të lidhura ngushtë edhe me tretjen, gjithashtu edhe me shëndetin e trupit tuaj. Me 72.000 mbaresa nervore në secilën këmbë që korrespondojnë me zona të ndryshme, ndërsa plakemi qarkullimi në këmbë nuk është si dikur dhe mund na duhet ndihma për ta mbajtur komod. Një mënyrë e thjeshtë që mund të ndihmojë është speci i kuq djegës. Kur ham atë, ajo ngroh trupin, pikërisht përfshirë edhe këmbët. Por përveç se t'i hani, mund t'i fusni edhe në çorape. Specat e kuq djegës mund të ndihmojnë në ngrohjen e këmbëve të ftohta. Të gjitha specat përmbajnë një përbërës të quajtur kapsaicin. Kur hani diçka që përmban këtë përbërës, ajo rrit qarkullimin në trupin tuaj. Gjithashtu, ky përbërës bie në kontakt me lëkurën, bën enët e gjakut të zgjerohen, duke nxitur rrjedhjen shtesë të gjakut dhe duke siguruar ngrohtësinë në zona. Për disa njerëz, ndjesia e ngrohjes mund të ndodhë menjëherë. Për të tjerët, nxehtësia graduale rritet gjithashtu edhe me kalimin e kohës. Specat e kuq djegës janë një përzgjedhje shumë e mirë për imunitetin tuaj. Sipas Healthy Food, specat e kuq djegës kanë në përmbajtje të lartë vitaminën C, më shumë se të gjitha frutat ose perimet të tjera.
ndërsa gjenden me sasi të konsiderueshme vitamina A, vitamina K, gjithashtu edhe vitamina B. Përfshirja e specave të kuqdjegës sigurisht vazhdimisht në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Për sa kohë e përdorni atë në dietën tuaj, përfitimet do të jenë gjithashtu edhe më të mëdha. Sigurisht, specat e kuqdjegës janë të këshillueshëm kundër parandalimit të infarktit ose sëmundjeve të ndryshme kardiovaskulare. Është të parë vazhdimisht se ato ulin nivelin e kolesterolit në gjak dhe ndihmojnë zemrën të bëjë punën e saj më mirë dhe ndihmojnë arteriet të gjakut të kryejnë funksionet e tyre. Farat e specave të kuqdjegës përmbajnë acidet të cilat eliminojnë edhe problemet e kolesterolit të keq dhe triglicerideve në organizmin tuaj. Në Kinë, speci i kuqdjegës përdoret normalisht kundër depresionit. Edhe në Indi thuhet se speci i kuqdjegës stimulon shpirtin dhe pastron gjakun. Me specin e kuqdjegës mund të dobësohesh disa kile. Kjo lidhet edhe me uljen e kalorive dhe shtimin e specave në ushqyerjen tuaj, citon Healthy Food. Gjithashtu, nëse një pjatë me makarona zakonisht ka 350 kalori, nëse shtoni edhe speca djegës, kjo shkon në 300 kalori. Speci i kuqdjegës nuk këshillohet të konsumohet nga ata persona të cilët vuajnë nga patologji siç janë ulçrat, gastroenterititet, cistet, hepatitet ose problemet të ndryshme të hemoroideve. Të vegjëlit nuk duhet të konsumojnë specat e kuqdjegës pasi mund të ndikojnë në procesin e tyre shëndetësor dhe të sjellin gjithashtu një sër efektesh anësore. Gjithashtu edhe grashtat zana ose ato që ushqejnë fëmijën me gji nuk rekomandohet ta konsumojnë specin e kuqdjegës në dietën e tyre. Kremrat ose locionet që kanë në bazë specin duhet të shmangen nga personat të cilët kanë një lëkurë të ndjeshme. Në të kundërt mund të ndërveprojnë në shëndetin e tyre. Sipas Healthy Food, shpëtimi i specave të kuqdjegës në dietën tuaj mund të ofrojë përfitime të qëndrueshme, nëse përdoret me kujdes dhe brenda rekomandimeve të duhura ditore. Pikërisht këto vlera të tij do të jenë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Specat e kuqdjegës janë të njohur për aftësinë e tyre për të përmirësuar shijen në çdo vakti me aromën e tyre pikante, me përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit. Sidoqoftë, specat e kuqdjegës janë më shumë se sa thjesht pak nxehtësi. Specat e kuqdjegës përdoren gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ato mund të përdoren si erza të gatimit dhe janë të vlefshme edhe fale kapsaicinës. Karakteristika më e vlefshme e specave djegës është pikërisht ajo. Kapsaicina është përbërësi kryesor i specave të kuqdjegës që i jep atyre shijen e veçantë dhe jep gjithashtu edhe përfitime më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve në organizëm. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të dietave tuaja këtë erzë pikante. Speci i kuqdjegës përmirëson shëndetin e tretjes dhe nxit gjithashtu një metabolizëm më të mirë edhe më të fuqishëm. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsaicinës është kontributi i saj në shëndetin e zorëve, gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor, çka mund të lidhet me më shumë përfitime për shëndetin. Speci i kuqdjegës, veçanërisht në formën e tij të pluhurit, është i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me përbërës të tjerë të cilët përshpejtojnë edhe metabolizmin tuaj dhe nxisin që të keni një organizëm më të fortë, më të fuqishëm dhe të evitoni komplikacionet e tij. Ekspertët cilësojnë specin si një prej përzgjedhjeve më të mira për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përdoreni me kujdes dhe vlerat që do të keni do të jenë vërtet mirëbërëse për shëndetin. Speci i kuqdjegës është një produkt fantastik në betejën kundër inflamacioneve. Gjithashtu ai mund të mbështesë edhe shëndetin tuaj kardiovaskular, por nuk këshillohet të përdoret në sasi tepër të mëdha, pasi mund të ndërhyjë në ndërveprime të trupit dhe të shkaktojë gjithashtu inflamacione të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.